Përshëndetje Besi. Rrebreti, hiç nuk ka durim këtë djalë, zoti hajre buf. Nuk jo arti prej Gjermanisë. Skena për ju, Besnik Imeri. Mirë se erdhe dhe faleminderit për prezencën. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesë. Fillimisht dua t'i përshëndes të gjithë të pranishmit dhe t'ju uroj vitin e ri të gjithë shqiptarëve në mbar botës kudo që gjenden. Faleminderit shumë. Për ndryshe, Besnik Imeri është edhe një ndër biznesmenët më të suksesshëm në Kosovë, i cili ka kompanin Metal Bao, i cili prodhon hekra, gilindera e kështu me radhë. Besnik, si po ndihesh? Jashtëzakonisht mirë, mesin e njerëzve që t'i kemë sonte të pranishëm këtu jam të ndiq shumë mirë dhe jam falendërues për secilin. Faleminderit edhe ty që ke ardhur me nda kohën me neve në këto momente, në këtë natë festive. Besnik, a ka diçka që mundesh me nda me neve për këtë vit që lam pas? Po vitin që lam pas ka qenë vit i mirë, mund të them me plot kuptimin e fjalës, por ndryshe ka qenë edhe vit i mirë personalisht për mua të jem pjesë e ekipit Tjuv në serialin Usja në shkollë dhe jo mirënjohës. Faleminderit, kënaqësi me pas edhe na një koleg qysh jeti. Faleminderit shumë. Po ti kënaqësish me pas një koleg, po nëse jam i kënaqur me vllahun se 15 vjet në Gërbet me hangar ato parë dhe Ai ka qef çështu. Besnik, çish ka ndal kontabiliteti për vitin 2025, kështu, te Metal Bao. Po me thënë drejtën kontabiliteti nuk ka dalë as mirë për shkak se çdo 3 javë të pas zgjedhje, po shpresoj që në vitin tjetër nuk do të kemi edhe takim në qeveri. Inshallah. Kënaqësi shumë Besnik që të kemi sonte, edhe një pyetje Besnik. Se s'po du me përmbyll çka të shpejt me ty, se tani po mankohesh, po më thuj jo t'ja ne. Unë kam informata. Unë kam informata për gjithë ecurinë e punës tonë prej fillimit deri në këtë pikë të karrierës edhe të kompanisë tonë, gjë që e vlerësoj shumë. Mirë po, a kishe pas ndaj fjalë për një të ri ose një të re që don me ndjek ëndrrën edhe me vazhdu me mri qëllimet e tia? Unë mendoj që çdo i ri apo çdo e re kur është në hapat e parë të jetës për me zhvillu diçka, nëse ka synim një rrugë për me arrit deri atje, nuk është mirë me ndalë çasoj rrugës, sepse gjatë këtij rrugtimi mund të kesh disa rrugë të tjera që mund që ta merr mendja që përfiton diçka më shumë. Unë i bëj apel se të ri mos të i ka ambicie dhe qëllime të veta cilat i ka. E mira vanon, po pa ardhur është e pamundshme. Faleminderit shumë Besi. Faleminderit edhe juve. Faleminderit.